me që Rama mendoj, du ta shiste se vazhdojnë akoma me mentalitetin e vjetër këta. Me që është goca Trumpi dhe unë du ta kemi me Trumpin. Por, t'ju them edhe një lajm tjetër, që sot, sepse pati shumë reagime që pse së reagoj ambasada për këtë njërën tjetërën, dhe sot po ta shifni në faqen e Ivana Trumpi ka hitë gjithë fotot. Me Rama. Do ndalim edhe aty. Cila është arsye që Ivanka Trump ka hequr gjitha fotot? Dhe kjo është ajo që ju thash, dhe t'jeni të bindur që ato foto i ka hequr me urdhrin e Trumpit. Edhe pikërisht këtu është prap dora e saj, që unë them që Suzi është bariera e pathyeshme e pakalueshme. Sepse normal. Jo më kot Trumpi e quan gruaja më e fuqishme në botë. Po pra, atë po ju them dhe unë më vjen mirë të thash që nëpërmjet kanalit tuaj kemi bërë disa herë, kemi kohë që domethënë e nxjerrim emrin e saj, në të njëjtën kohë që njerëzit nuk e dinë se kush është, sa pyesin se kush është Suzi. E kupton? Dhe sot shoh ca analistë, ca njerëz që dalin nëpër media dhe kanë filluar ta përdorin dhe mua më vjen mirë për një fakt të thjeshtë që të bëhet publike, ta kuptojnë njerëzit dhe Rama vetë ta kuptoi që nuk mund t'i fyesh shqiptarët inteligjencë, informacione në politika është gjë tjetër. Pavarësisht se ka një opozitë e cila ai mund t'i thotë çdo gjë asaj politike, atyre deputetëve që kanë sallë. Po kur vjen puna tek qytetaria është gjë tjetër, pastaj qytetaria ta përplas më keq se sa ata që janë aty në sallë. Dhe heqja e fotove të Ivanës nga ajo tregon domethënë që aty ka pas një reagim atë total, ashtu siç pati reagim dhe Trumpi në takimin e Davos kur tha që janë 2-3 kryetar shtete që unë nuk dua t'i shoh me sy. Dhe t'jeni të bindur që një nga këta është Rama. Dhe Rama nuk ka pasur pikërisht, po ja u them prapë pikërisht, nuk ka pasur ftesë nga Trumpi, jo se Trumpi nuk do i bëte ftesë Ramës, ai ka bërë ftesë gjithë vendeve. Por duke parë lëvizjen dhe ky prandaj edhe e solli me urgjenca të ligj që të vënte emrin e tij. Kjo është një lëvizje që ai ka bërë. Dhe opozita ra viktime e tyre, e tij domethënë. Dhe përdori angën sikur ky ishte personi, thash, ishte këtu në dado ky që do ta shoqëronte, i lete mbledhjet ky se ishte me Ivanka, domethënë Ivanka që ka më e rëndësishme se sa vetë Trumpi, apo më e rëndësishme se sa i bordi. Pikërisht, duke u referuar sjelljes së kryeministit Edi Rama në seancën e fundit plenare, edhe pse ju e thatë deri diku, një ditë pasi ai kishte takuar Ivanka Trump, pra vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, ai erdhi në kuvend tejet i mllafosur, tejet i shqetësuar, me një lloj revolte dhe rebelimi dhe duke sikur gjërat nuk po ecin në vijë në këtë rast, sepse të takosh një ditë më parë vajzën e presidentit amerikan dhe një ditë më pas të shfaqesh në atë gjendje të shqetësuar, po themi, nisur nga ajo që pam në kuvend, tregon se këtu diçka nuk shkon. Dhe çfarë nuk shkon me Edi Ramën në këtë lloj raporti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Raporti, thash, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takimin me Ivankën ai thash unë e kishte të stisur vetë për ta përdorur si alibi, gjëja e parë, dhe që e përdori. Dhe ajo që ishte kryesorja gjykoi se Rama do të ketë fol patjetër, se prandaj edhe e ka thirrë për një mesazh për t'i dërguar presidentit Trump, apo për një afirmitet të tij me familjen apo me administratën apo me këtë, do ta ketë kërkuar dhe Ivanka t'jeni sigurt që nuk e ka marrë përsipër. Nuk e ka marrë përsipër se ajo e di që nuk ka asnjë lloj force ka shi Trumpit apo administratës Trump. Ivana nuk është funksionare, është e bija presidentit. Këta mendojnë gjithmonë, thash, këta vazhdojnë me mentalitetin e vjetër, ku njoh në komitet unë edhe ta zgjidh këtë punë. Pra politika tribale, domethënë politika tribale me njohjet familjare. Pa tjetër, pra. Nuk funksionon në këtë lloj forme politike, se Amerika po të kishte funksionuar në këtë lloj forme, nuk do ishte kjo që ishte.
Dhe këta nuk ka kuptu, këta janë parapolitik, unë për ne u them tyre, këta janë parapolitik. Dhe këta nuk i njohin politikën. Duke mos i njohur politikën, po vetëm lexojnë atë që ai u thonë, që ai u sjellin, sepse duhet kuptoni një gjë. Kur ka ardhur Trumpi në pushtet, pra Partia Republikane që zgjodhi Trumpin për të qenë president i Amerikës, është bërë një garë duket aty, se nuk del njëri atje pa garë. Dhe kush ishin shtyllat kryesore të Trumpit? Ta bëj Amerikën e fortë, të madhe, ha? Ishte lufta kundër Sorosit dhe familja. Për mbrojtja e familjes. Pra lufta kundër LGBT-s e njërin, po prapë që është pjesë e Sorosit. Dakor? Dhe me këto 3 pika Trumpi erdhi në pushtet. Po këto 3 pika nuk janë të Trumpit. Këto pika janë të konservatorëve të Amerikës. Duhet ta kuptojnë drejt njerëzit. Trumpi është përfaqësuesi tyre sot, po, dhe përdoret emri i tij, patjetër. Ka dhe ai ato të vetat pastaj, por mbi këto 3 shtylla nuk mundet të lëvizë Trumpi. Po në këtë rast, po në këtë rast a mendoni se Rama i ka kërkuar Ivanka Trumpit që t'i mundsoj një vizitë në Shtëpinë e Bardhë dhe të takohet me vetë presidentin amerikan Donald Trump? Me sa e lexoj, Rama i ka kërkuar që të ketë një vizitë private me Ivanka Trumpin në shtëpinë e Ivankës, jo të Trumpit. Dhe atje pastaj ai mund të penetrojë, por përgjigja ka qenë negative për një arsye të thjeshtë tash. Ka qenë negative për një arsye të thjeshtë. Pse? Sepse Rama akuzohet, themi, për çështje me Gonigal, pra për prekjen e sigurisë, cënimin e sigurisë të Amerikës. Dhe aty nuk të fal njeri. Aty kushdo që tjetë nuk të fal. Është kryeministri i cili komandon drogën, korrupsionin, pastrimin e parave. Dhe kur doli ai personi, ja harrova emrin, i Sinaloas, që doli në Luftar Hysaj, po. Luftar Hysaj. Mos harroni se kur e kanë nxjerrë Amerika Luftar Hysën që e nxorri në grada, e kanë nxjerrë të shoqëruar me foton e Ramës në zyrën e tij. Pra është një lëvizje diplomatike. Pra nuk flas, por të nxjerr këtë. Ty nuk ta përmend emrin, po të nxjerr këtë fakt. Dhe po të shihni 2 deklaratat e fundit që bëri ambasada amerikane, që ishte lufta kundër kartelit drogës, komandimi i drogës nga shteti shqiptar. Tash shteti shqiptar ne dim shumë mirë që vetëm Rama e komandon, se s'ka njëri tjetër këtu që e komandon. Dhe këtë lloj loje bëri. Dhe tashmë, çfarë ndodhi? Ndodhi ajo pjesë ky arriti me makinacionet e tij, me duke e friksuar apo duke bërë trysni. Se 2 ishin momentet që Rama në parlament bëri trysni. Trysnin e parë bëri kashi opozitës, që ishte aty dhe i tha do ta votoni ju se s'bë këtë punë, pra si me urdhër, dhe trysnia e dytë ishte kundër Spakut. Po ta shihni në fjalimin e Ramës, në ato gulqimat, në ato ulërimat që i jep të brendshme, nuk është parë ndonjë Rama të flasë në atë lloj forme. Ai përdor atë qetësinë, cinizmin, sarkazmin, ai ka ato. Nuk them se nuk i ka. Por kur vjen puna, në atë fjalim ishte tepër i egërsuar. Ishte bastard në fjalim. Ishte shumë. Biles arriti deri aty sa e mbylli fjalimin dhe tha qenë të lejnë karvanit eci përpara. Dhe nga ky moment ai u largua nga kuvendi. Pra Rama nuk ka marrë pjesë për të votuar dhe veten e vet. Në atë ligj nuk mori pjesë. Dhe këtu ishte kurthi që i bëri opozitës, që opozita çuditërisht e votoi Ramën. Nuk votoi Shqipërinë. Lehti çfarë thon këta tash. Ta parë politikët e opozitës. Votuan Ramën, e Ramës. I dhan mandat e Ramës. Sepse edhe këta nuk din, unë në shkrimin që bëra në atë çaju kërkova, i thash, duhet bini dakord. Parimisht, ti thonit na sill statutin, ta lexojmë, ta shohim, dhe pastaj të japim një vot politike. Absolutisht nuk u kërkua asgjë. Por në momentin që Rama u largua, e gjithë opozita duhet shqohesh nga sallat e tikte. Gjë që se bën. Nuk e bën.
Po ndenjën aty dhe votuan, mu duk njësoj që kur votuan kushtetutën. 100%. Qofse atë ishin 140 veta, këtu ishin 110 vetë. Po 110 vetë që ishin sallë të 110 votuan 100%. Pra dhe opozita ishte u bë palë me Ramën. Pse? Sepse përdoret Amerika, apo Trumpi, apo ky. Dhe digniteti kombëtar ka unë e kam deklaruar dhe prapë deklaroj, nuk kam problem. Ta përdoren tradhti kombëtare. Të gjithë, pa përjashtim, kush ka qenë në atë sallë? Sepse nuk ka absolutisht asnjë lloj momenti nuk është parë dhe ata nuk din absolutisht se çka kanë votuar. Po nuk mund të votoj një shtet i tërë, nuk mund të votoj qorrazi. Pa lexuasi asnjë rresht. Aq më tepër që marrëveshja do duhet të ishte e firmosur në Davos së bashku me presidentin amerikan Donald Trump dhe më pas do duhet cilën në Shqipëri që të bëjë ratifikimi i saj. Patjetër, po e parë që ky nuk është pjesë e stafit atij grupit nismëtar. Gjë e parë. Dhe këtë duhet kishte thënë. Opozita këtë duhet kishte rruar. Në këtë kohë këtu po firmoset ajo. Ai staf, domethënë, drejtues po e firmos. Ky vendim pse duhet vi këtu? Ky ligj pse duhet bërë sot? Nuk ka pse bëhet sot, ka kohë. Janë shtete të fuqishme, të cilat kanë thënë, ne do ta shqyrtojmë, do ta shohim, do ta lexojmë statutin e këtij, se ka i statuti rregullor, ka një gjë. Të krijosh një shoqat. Çfarë do lloj shoqati ta krijosh? Duhet një statuti, një program, një komision nismëtar, do ta çosh në gjykata pastaj do të thrasin seancë. Po as bordi i paqes nuk është formuar plotësisht. Më fal, po pikërisht pra, a është përputhje me kushtetutën? Pra, nëse unë marr bëhem pjesë e një shoqate, unë duhet lexoj statutin. Dhe kjo shoqat, nëse merr volën gjykat, kjo është edhe gjykata thotë, gjëja e parë që thotë, a përputhet me kushtetutën shqiptare? Apo nuk përputhet? Tashti, kjo prandaj po them që ky u nxitua vetëm për të marrë një mandat. Dhe unë të thash Ramës i dhat një mandat, i dhat edhe imunitet tjetër, përveç atij deputetit dhe të kryeministit, deputetit që ka sot, ju i dhat dhe një mandat ndërkombëtar.